Shumë njerëz harxojnë orë të tëra në rrjetet sociale, por një pjesë e tyre zgjedhin të komunikojnë jo duke biseduar, por duke luajtur online. Facebook është bërë mjaft popullor edhe për lojrat argëtuese, të cilat ofrojnë mundësi për të garuar me veten tënde ose me miqtë e tu. Në këtë mënyrë, rrethi personave që bëhen pjesë e lojës zgjerohet gjithnjë më shumë dhe emocionet e garës bëhen më të forta. Pas Farmville, e cila afro 2 vjet më parë troqi një vëmendje të madhe duke bërë që të luajë nga miliona persona, tashmë loja më e fundit që po korr pothuajse të njëjtin sukses është Candy Crush. Pasi më vjen një kërkesë në Facebook nëse e pëlqej apo jo këtë lojë dhe nëse unë i jap like, vendos më pas të luaj këtë lojë. Sigurisht që miqtë e mi, të cilët më kanë bërë këtë ftesë më herët në Facebook, kanë pikë më shumë se unë. Synimi kryesor është të arrijë miqtë e mi dhe të kap nivelin maksimal të pikëve, sigurisht duke rikuperuar edhe të gjitha nivelet përkatëse. Ajo çfarë do më duaj pikërisht për të luajtur këtë lojë, për të marrë pikët maksimale, do të ishte bashkimi i 3, 4 apo edhe 5 ngjyrave në mënyrë të menjëhershme dhe niveli i pikëve vjen duke u rritur gradualisht dhe duke më dhënë një rezultat të kënaqshëm. Kjo është vetëm një lojë e cila duket se është më shumë në trend gjatë këtyre kohëve pas pokerit, ndërkohë që të tjera lojra janë pjesë e Facebookut dhe kanë edhe ato lojtarët e tyre. Bubble Island, Papa Pyr Saga, Farm Heroes Saga, Bouncing Balls janë vetëm disa nga alternativat që Facebook ofron për të luajtur, por krahas këtyre lojrave argëtuese, shqetësimi që vjen nga psikologët lidhet përgjithsisht me lojrat të cilat nxisin dhunë.